Një jetë e mbushur me dhimbje, sakrificë dhe lot, por edhe me forcë të jashtëzakonshme për të mos i lënë jetimat vetëm. Kjo është historia prekse e një gjyshe që prej dekadash lufton me varfarinë dhe fatkeqësitë, vetëm për t'u siguruar 3 jetimave një jetë më të mirë. Jetën më nuk e di si dhe thamë. Më me t'kisha vdeku, unë si gjishkun ato. I 10 math unë e kum patë. Si ku marë, pi 69 njërë 10, unë që kësha, kum hek i 10 shë. Kara rindin e kum datë lipi për vla, ti shi, këto jetëme, si vdish gjalli, si vdish nausja. A në pes kam të kato për mund dalë unë ti calot ti mbaj, ti qenë se la mjetë. Fëmijët si shrefen gjyshja ishin prej 10 ditë deri 3 vjeç kur mbetën pa prindër. Pavarësisht moshës dhe gjendjes së rënd ekonomike, ajo nuk u dorëzua kurrë. Septe vdish nausja, pi nausja vdish buri, pi buri vdish gjalli. Calot mi la kitë vogli. Pin 10 dit, një 3 vjet e një muj, mi ka lanë calot mu. Vogli mi ka lanë kitë. Unë një calot i kum qitë se la mjetë një që këtë vakët. A ladi qëllë, a ladi që se la mjetë. Por do të lind një fije shprese. Në televizionin Koha do të ashe storjen e nënës resmije me 3 jetimat dhe hyrjen në banesë të re. Kontakton shoqatën humanitare strehimi jetimave dhe surprizohet kur të nesërme i trokasin në derën e saj. Kap telefonin dritë shoqatën e jetimave. Për i qavesën, Jusufi Minirë. Rejrë hatë se do vaj, nesër mbreni, jertë. Zoti ish për bleft. Këto më banë, më thamë, mujtoni, ka dalë më ne. Së më preshën ama, e pamë se i ka ndef asa i shamë. Ane mu ma e disha ma gjithë më qesin se la mjetë e në mu dëmë qesë. Allah i ka që zoti të unet, më qesin se la mjetë calot e maja. Me mirënjohje të papund, ajo përmend Jusufin dhe Valdetën, të cilët si pasaj u bën drita e familjes. Valdetën ma unë se da pita që stemi së në da. Ska, unë si kjo ma, unë këdi farë fimë në farë gruën, kjo shumë, anë e calot e në mu këjdëve, shumë. Allah i të merë dhash, jera bin zotit merë e dhash. Dhimbja më e madhe për të ishte frika se një ditë do të dilin të fëmijët pas 3. Dëshira dhe luqet e saj drejtuar zotit dhe bamirësve është të ketë një kul mbi kokë. Shpeh, kum pa qiv shpeh, më i lanë calët në sokak. Thosha do vdes calët dhe jesin urnave, gurnave, dhe shkojnë. Unë jam gjallë pa i qënë shuk, pa kur do vdes të une. Pa zoti e boni amin, që zoti e fugi Jusufin të unet, të ndefi jetemave. Nga shoqata humanitare strehimi jetimave nuk patën fare dilem nëse duhet të ndihmohet kjo gjyshe me 3 jetimat. Bëjnë thirrje për të gjithë bamirësit për një mobilizim dhe qëllim fisnik. Këtë familje ta bëjnë me kul mbi kokë. Pasi me sukses përmbyllën projektin e parë ku një nan me 3 jetima i bën me banesë të re duke fituar mirëbesimin e bamirësve dhe donatorëve. Sërish, shoqata humanitare strehimi jetimave TETOF morën përsipër një rast sa të dhimbshëm po aq urgjent, që kërkon ndihmën tonë. Një gjyshe me 3 jetima ju drejtua shoqatës tonë humanitare me apelin për t'u siguruar një kul mbi kokë. Kjo gjyshe me këta 3 jetima jeton në kushte të mjerueshme për jetesë. Shoqata jonë humanitare strehimi jetimave duke e parë situatën e mjerueshme e të dhimbshme të kësaj gjyshe, me njëherë morëm iniciativën për ndërtimin e shtëpisë duke u bazuar në besimin tuaj që kemi krijuar ndaj jush. Në prag të festës së Kurban Bajramit, kësaj feste të sakrificës, shoqata humanitare strehimi jetimave ka marrë mbi supe peshën e përgjegjësisë. Ka krijuar mirëbesim me bamirësit e donatorët fal punës transparente dhe rezultateve në teren. Bëjnë thirrje që bashkërisht në këtë festë të madhe muslimane, 3 jetim dhe gjyshin e tyre ta bëjnë me shtëpi, me kul mbi kokë.